Njihuni me nusen më të mirë në botë. Almira dhuroi nga mushkëria e vet për t'i shpëtuar jetën vjehërit. Nusret Mumiq nga Zhivnica në Bosnjë Hercegovinë është pensionuar në moshën 60 vjeçare. Mirpo, kur është bërë gati të kalojë në qetësi ditët si pensionist, mjekët i kanë diagnostifikuar cirozë në mushkëritë e zeza. Në fillim ka shpresuar se sëmundja nuk është aq e rrezikshme, por më vonë është treguar se shpëtimi i vetëm për të mund të jetë transplantimi. Nusreti ka 3 djem, por siç kanë treguar analizat, asnjëri nuk mundet të jetë donator i një pjese të mushkërisë për babin. Në këtë situatë, ndihmë ka ardhur nga ereja e tij, Almira Mumiq. Bashkëshortja e djalit më të madh, Nusritit, ka vendosur të dhurojë një pjesë të mushkërisë së saj të zezë për të ja shpëtuar vjehrit jetën e tij. Operacioni është kryer me sukses dhe Nusreti është shëruar, kurse edhe Almira ka kaluar pa probleme.